Të nderuar miq, Kosova zgjedh qeverinë e re dhe sipas gjitha gjasave me shpresën për të zgjedhur edhe presidentin e ri që çoi vendin edhe një herë në zgjedhje në krizë. Por cili do të jetë fituesi dhe për skenaret e mundshme do të flasim me ambasadorin e nderuar Gjeri Detaj. Ambasador, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje gjithë vëllezërve dhe motrave në Shqipëri nga Republika e Kosovës. Faleminderit ambasador. Zoti Detaj, në gjykimin tuaj, pse mendoni që çdo vot për Vjosa Osmanin është për Albin Kurtin, edhe cili do të jetë fituesi këtyre zgjedhjeve? Mendoj se Vjosa Osmani ka dëshmu se në radhë parë e bën luftën për pushtet dhe ishte pikërisht pozita e presidentes që në fund nuk ju dha, edhe pse i kishte shërbyer plot 5 vite në mënyrë të verbër regjimit në ikje të Albin Kurtit, kur në fund u bind se nuk do ta merr si dhuratë pozitën e presidentes nga Albin Kurti, ajo u kthy kundër Albin Kurtit. Dhe për këtë unë mendoj se nëse e shef ajo të mundshme arritjen edhe marrjen e pozitës së presidentes, ajo me siguri dhe sipas të gjitha gjasave do të bëhet prapë sërish me vetëvendosjen respektivisht me Albin Kurtin. Prisni që ketë ndonjë ndryshim pra në ndikim rezultat fakti që ajo u kthye në LDK, pra për te të gjithave dhe mendimit tuaj për këtë realisht qytetarët, mendoni që do ta vlerësojnë të rikthim apo do ta cisojnë fundit mekanik, sikur ju e thatë për interes? Shqo, ky rikthim është shpat me dy teha. Kur tham kështu, sepse është një pjesë e elektoratit të cilët unë i njeh fare mirë, rrugovist në kuptimin e plot fjalës, të cilat nuk do t'ja harrojnë vitin 2021 Vjosa Osmanit, e cila e ka dëmtuar, edhe mund të them e ka shkatruar dhe dëpsuar si asnjëherë më parë pikërisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, me shkuarjen me shumë njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me shumë votues, me qindra mijë në vetëvendosje. Dhe këtë nuk e harrojnë votuesit e LDK-s. Jo në një pjesë tjetër se domethënë posaçërisht gjenerat e re se pak a shumë më entuziast, se ndoshta nuk i kanë çënuara ato lëshime dhe gabime të Vjosës dhe mund ta votojnë, kështu që nuk pritet ndonjë rezultat spektakolar në LDK për shkak të Vjosës, por do të jetë aty këtu domethënë me një përqindje shumë të vogël mund të ketë rritje LDK-ja me kthimin e Vjosa Osmanit. Ambasador, ju jeni për ta thënë në gjuhën popullore, një pro-amerikan i thekur, euroatlantik, por edhe Vjosa Osmani cilësohet si president amerikane në Kosovë, në Prishtinë. Çfarë keqe ka nëse ai do kishte edhe një tjetër mandat, duke qenë se edhe Trump vetë deklaroi që nëse ke ndonjë problem, një telefonat edhe pra u duk një marrëdhënie shumë e mirë. Unë me thonë drejtën, unë vërtet jam themeluesi liberal demokracisë në Kosovë që në vitin 91 dhe jam me background liberal demokrat. Megjithatë, kur jam edhe shqiptar, atëherë pak a shumë nuk mund të bëhem krejtësisht liberal, edhe t'i fali gabimet aq lehtë. Votuesi kosovar dhe unë personalisht edhe ne të gjithë nuk e harrojmë se Vjosa Osmani edhe kur Kurti domethënë ishte absolutisht në kundërshtim me vijen amerikane në Kosovë, në kundërshtim me integrimet euroatlantike dhe në kundërshtim me politikën e Washingtonit zyrtar, ajo vetëm ka hesht edhe në fakt e ka mbrojt edhe ka përkrah dhe ka mbështet Kurtin. Vjosa Osmani është bërë, nëse mund ta quajmë thojza pro-amerikane, vetëm në fund mandatit saj 5 vjeçar, pasi u bind edhe hetoj se ajo nuk do ta ketë më në mbështetjen e Albin Kurtit. Kështu që votuesi kosovar ka memorie, ka mbamendje dhe për këtë arsye domethënë ajo ishte një kthim i vonuar, domethënë atëherë nuk është edhe gjithashtu për të përshëndetur. Në fundit avokat, nëse ambasador ju kërkojnë ndjesë, nëse do shikojmë marrëdhënie pragmatiste. Me Kurti nuk është se amerikanët kishin një kanal komunikimi, e kishin vetëm me Vjosa Osmanin. Tani kputet ky kanal komunikimi me amerikanët? Jo, amerikanët në fakt nuk
krijojnë raporte dhe marrëdhënie individuale. Amerikanët kanë një strategji pak a shumë më të ndryshme, më diferente nga politika evropiane që është pak a shumë më konservatore. Domethënë ata kanë bashkëpunim dhe marrëdhënie me Kosovën, me popullin shqiptar, me Shqipërinë, jo me individ, se individ mund të shkojnë dhe të vinë, mirë po Kosova, Shqipëria dhe vendet tona mesin të përjetshme dhe të përhershme. Për këtë arsye unë nuk i shoh si diplomat, më thonë shumë vjeçar, që të 35 vitet të fundit jam marrë vetëm me diplomacinë e Kosovës, domthonë nuk i shoh marrëdhëniet ndërmjet shteteve si çështje personale. Por i shoh si çështje ndërmjet vendeve, bilaterale, marrëdhënie bilaterale, marrëdhënie ndërmjet popujve, kombeve, dhe mund të themi se është posaçërisht, pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të cilat e kanë shpëtuar Kosovën në vitin 98 dhe 99, kanë dërguar me mijë aeroplana kundër regjimit Miloševićit dhe ata janë të solidarizuar me drejtsinë, me lirinë dhe me barazinë Kosovë dhe kanë shpëtuar dhe ndihmuar Kosovën. Ata nuk kanë pas as nuk bojnë marrëdhënie me individ. Sepse Vjosa Osmani si presidente e Kosovës, aja ka qenë e detyruar dhe obliguar, domethënë që këto marrëdhënie ti zhvilloj, ti filloj dhe një 5 vite fakt ka qenë vinë e urtit, domethënë nuk ka bërë asnjë përpjekje. Kjo për atë arsye unë them se ajo vetëm kur e ka që po i digjet bishti në thojza, atëre ka bë një salto mortale dhe është kthye domethënë me këtë qenin e saj ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka bë mirë, nuk them se ka bë dëm, është një më mirë vonë se kurrë, domethënë dhe marrëdhëniet e Shtetit e Bashkuara të Amerikës me Kosovën janë prioritet, siç janë prioritet marrëdhëniet e Kosovës me Shqipërinë dhe prioritet janë marrëdhëniet e Kosovës me NATO dhe Bashkimin Evropian. Zot Dedaj, paktën duke u referuar zgjedhjeve të fundit, mbi 50% mendojnë që Albin Kurti është zgjedhja e duhur për Kosovën. Ndërsa për ju ajo është reja e zezë që do largohet. Po pse mendoni kështu? Edhe pse jeni kaq i sigurt që kjo re ju e cilësoni do të largohet? Unë thash se jam pikërisht jo vetëm se kam themelu për herë të parë në Kosovë është themelu Partia Liberale e Kosovës dhe Liberal Demokracia nga unë personalisht, jam personi numër 1. Dhe më thonë edhe kam qenë lider shumë vjeçar, po kam qenë edhe nënkryetari Internacionalës Liberale me Selin Londër, që janë mbi 100 parti liberal demokratike të botës. Kështu që vota është instrumenti vetëm i demokracisë, po vota nuk kupton se gjithmonë është e drejtë, edhe pse është i vetmi instrument i demokracisë. Se votat i ka fituar edhe Kim Jong-u atje 99%, po nuk do të thotë se atje ka ndonjë demokraci. Unë i shoh gjonat pak më ndryshe. Domethënë vota me inercion, vota me inate, vota me propagandë, vota e imponuar, vota e blerë. Tash e shihni se Albin Kurti, ish kryeministri domethënë ikje, në pikërisht mbi 100 milionë euro i ka shpërndar tash një javë 10 ditë para zgjedhjeve pikërisht për të blerë votat. Edhe kjo është jo vetëm e palejueshme dhe kundërligjshme, po është krim zgjedhor, krim elektoral. Dhe kjo është ndërhyrje në sistemin zgjedhor edhe në zgjedhjet e lira, dhe për këtë arsye unë jam shumë agresiv kur është në pyetje damtimi i vullnetit popullit, damtimi i votës lirë, i votës transparente, të ndershme dhe demokratike, që Albin Kurti nuk zgjedh mjete as metoda për ta bërë. Kështu që 51% flet nuk flet gjithçka mirë për Kosovën, se mbi afër 60% popullit të Kosovës para nuk ka ndalë në zgjedhjet e kaluara. Domthonë edhe atë pjesë nuk duhet me harru. Bëhet fjalë për 51% të atyre që kanë dalë në zgjedhje. Kështu që kjo është domethënë është shumë diskutabile dhe nuk është domethënë matësi kryesor i një lideri demokratik, sepse Kurti mund të qenë çdo gjë tjetër përveç as pak demokratik. Është një lider brutal, një lider ekstremist, i cili e ka damtu, e ka vrafnu, e ka izolu, i ka prish marrëdhëniet e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Dhe asnjë premtim, 100 premtime mundem unë me rëndit dhe asnjë prej tyre nuk e ka plotësuar. Mbi 20 miliard euro janë shpenzuar në këto 5 vitet e këtij mandati dhe nuk është asnjë domethënë diçka që ka ndërtuar që që mund burrët
Kosova me diçka që është bërë për këto 5 vite. E kemi autostradën e Ibrahim Rugova që e lidh autostradën e Kosovës me rrugën e Kombit, ku Shembja 10 që mbi një vit është Shembja 10, aty kanë humbur jetën edhe 2 zonja nga Tirana, domethënë sepse nuk kanë mujt me besu, pikërisht midis autostradës Shembja 10 dhe kur askush nuk e ka heq. Domethënë ky s'ka bërë asgjë përveç premtimeve megalomane, propagandë, sfilatave, domethënë buzëqeshjeve të ftofta të rrajshme dhe kështu që shpërdori e cila e vazh mjerisht për prind të saj, domethënë bani thirrje për domethënë morbide, thirrje të rrezikshme për kundërshtar politik të Albin Kurtit dhe Albin Kurti për moshë vetëm një satrap, domethënë një person i cili sa më parë që largohet nga skena politike e Kosovës, aq më mirë është për Kosovën dhe për kombin shqiptar. Ambasador, nuk folëm për PDK-n, e cila nisur nga zgjedhjet e fundit ka një elektorat stoik, të palëvizshëm thuajse, por edhe për pjesën tjetër për AK-n, pra edhe Limajn, që Limaj ishte më duket nga një palë zgjedhje Kurti largoi Limajn, në këto zgjedhje më duket se po largon edhe Haradinajn. Shqo, elektorati kryesisht i dalur nga lufta dhe elektorati i cili është shtet formues, që është Partia Demokratike e Kosovës, Liga Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, janë elektorat që edhe unë bëj pjesë në këtë elektorat, domethënë janë elektorat dëshmuar, janë elektorat që kanë vënë themelet e lirisë dhe të shtetit të Kosovës dhe ata zakonisht janë pa lëvizshëm dhe të pathyeshëm. Pa marrë parasysh situatat, pa marrë parasysh sfidat, domethënë sepse ne jemi pjekur dhe jemi rregjur, domethënë me gjitha sfidat dhe problemet që jemi ballafaquar në vitet 90-ta dhe jemi meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërsa elektorati vetëvendos është elektorati pas pavarësisë, mirë është që janë elektorati i ri, zakonisht janë kthy disa, domethënë që ka qenë azilant politik atje, janë kthy tash në botë deputet, mirë që janë kthy, edhe mirë është më kthy dhe tjerë, kush mundet më kthy, me ardhmë me investu në Kosovë, edhe me kriju jetën në Kosovë, sepse Kosova ashtu kështu po zbrazët, ka një zbrazje masive në këto 5 vitet e fundit, që është për të ardhur keq dhe është një zbrazje tragjike e popullatës së Kosovës, sepse janë boshatisur shkollat, janë boshatisur fshatrat dhe ka shkollë që veç janë mbyllur disa shkolla, për shkak se nuk ka nxënës, nuk ka fëmijë. Kështu që për këtë arsye domethënë edhe AK-ja do të ishte mirë dhe shumë e rëndësishme që të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës, sepse aty janë njerëz të dëshmuar. Ramush Haradinaj, ish kryeministri Haradinaj, domethënë është një njerëz që me familje është i dëshmuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka dhënë gjak dhe ka bërë sakrifica për lirinë e Kosovës, edhe janë njerëz të PDK-s që janë komandantët e UÇK-s, fatkeqësisht njerëz të kryesorë themelues të PDK-s janë padrejtisht në Hag, mohen në një gjykatë, më thonë pa drejt, një gjykatë politike, vetëm për më mujt mos me u faktorizu Kosova dhe me damtu edhe Kosovën edhe ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila është heroike dhe ka bërë luftë të drejtë, luftë çlirimtare dhe luftë titanike. Është edhe Liga Demokratike, kështu që unë mendoj se pa ardhur në pushtet ky trinom PDK, LDK, AK, Kosova nuk ka ditë të bardha dhe rat mbi Kosovën nuk do të hiqen dhe nuk do të ketë ecje nga procesi integrues në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe nuk do të ketë partneritet të denjë dhe meritor çfarë kemi pasur edhe para lufte me Washingtonin zyrtar, me Brukselin edhe me gjitha qendrat ndërkombëtare të vendosjes. Me që përmendet Hagën, ju dhe keni dëshmuar, mendoni që Thaçi do rikthehet dhe ndoshta edhe në politik bashkë me Vecelin? Unë mendoj se domethënë Haga është një proces politik. Haga është bërë me tradhti, sepse Haga edhe kur e kanë votuar deputet të Kuvendit të Kosovës, edhe kanë mbështet themelin e saj, është mbështet mbi pretendimet e akuzës se ish senatorit zviceran Dick Marty për trafikim organesh. Domethënë kur në një shtëpi atje në një pyll në Shqipërinë Veriore, gjaja është bë domethënë trafikimi organeve, a trafikimi organeve nuk mund bëhet as në klinikat më prestigjioze evropiane.
që ajo ishte një tregim idiotesk që e ka bërë domethënë shërbime sekrete të serbëve ruse dhe në këto shërbime ka vetë senatori Zvicran Dikmarti dhe njerëz të UÇK-s kanë thonë rregull kur tu e ditë që janë të pastër dhe nuk kanë asgjë të bëjmë me këto akuza kanë thonë okay be themelojmë mund ta themelojmë gjykatën speciale le të pastrohet ajo akuzë dhe të heqen ratë zeza dhe njollat mbi ushtrinë e lavdishme e shërimtarëve të Kosovës dhe pastaj ka dalë krejt diçka tjetër dhe njerëz mohen peng domethënë në paraburgim tash e mbi 6 vite që është nonsens, është vërtet një gjykat domethënë që i gjason Gestapos, domethënë i gjason domethënë gjykatave ish regjimeve domethënë staliniste dhe kjo unë mendoj se është një poshtrim që i bëhet Kosovës, se atje nuk po gjykohen individ, atje po gjykohet Kosova në radhë parë e në radhë dytë po u gjykohet ushtria shqiptare e Kosovës. Unë midis gjykatores kam thënë, ju kam drejtuar gjykatësve, kam thënë se kjo është një gjykatë fashiste dhe kam thënë se këta njerëz duhet të lironi sepse këta njerëz janë shlirimtarë të Kosovës dhe për këtë arsye unë pres që ata nëse ka një grim drejtësi në Bashkimin Evropian dhe institucionet e drejtësisë ndërkombëtare, ata njerëz jo që duhet lirohen, por ato njerëz duhet ju kërkohet falje që ja kanë marrë një pjesë më të mirë të jetës, domethënë padrejtësisht. Në fund për ta mbyllur, mendoni që do zgjidhet kriza pra përtej opinionit dhe dëshirës me president të ri, se kryeministër ndoshta sipas gjasave mund të kemi, po president nuk i dihet. Unë i drejtohem me një apel edhe çdo ditë kam unë paraqitje në media dhe në rrjetet sociale sepse unë kam sfidu shumë, kam sakrifiku shumë për Kosovën. Ju me siguri e dini se unë kam 12 antarë të familjes Tram në luftën e fundit, domethënë djemtagjës të mit, edhe janë shpallur edhe herot Kosovës nga presidenca, dhe kam pagu shumë shtrejt lirinë dhe parasin e Kosovës, pa keq kuptim, por nuk ka politikan në Kosovë që e ka pagu ma shtrejt se une. Domethënë është familja Jashare që kanë pagu ma shtrejt, po plas Haradina, po plas si politikan. Domethënë nuk ka kush që e ka pagu ma shtrejt se une për lirinë dhe parasin e Kosovës. Edhe shteti Kosovës, jo që nuk më trajton, po shteti Kosovës në një farë mënyrë, shteti aktual i Albin Kurtit, po shtron, domethënë nuk e qanë kokën për situatën dhe gjendën time, megjithatë unë jam i pafundshëm. Keni pasur përplasje edhe me Vjosa Osmanin për Po, kam pas sepse isha ambasador në Shkup dhe në momentin e caktuar si ka ardhur pushtet më ka shkarkuar nga ambasadori dhe ka dërguar bashkëshortin e saj në karrikën time në Shkup. Kjo është domosdoshmë nonsens, është nepotizëm, është krim brutal dhe unë jam në një proces gjyqësor sepse nuk ja fali. Domethënë kërkoj drejtësi, jam në një proces gjyqësor kundër Vjosa Osmanit dhe nuk heqi dorë nga ai proces prej Prishtinës deri në Strasburg, sepse ma ka bëu shumë pa drejt. Tash 5 vite jam pa punë, pa pagë, mirë po jam krenar për këtë sakrificat dhe këtë çka kam bërë për lirinë dhe parasinë e Kosovës. Për atë arsye unë kërkoj që me 7 qershor kosovarët le të votojnë kësaj radhe për Kosovën, pa ekivoke, pa stres, pa inate, pa qenë të mashtruar, mos gënjehen nga 100 euro, se 100 euro mund të kushtojë një drekë, mirë po Kosova kushton shumë më tepër, s'ka lek, s'ka euro që mund të paguaj, domethënë të ardhmen e Kosovës, të ardhmen euroatlantike. Albin Kurti e ka shkatruar ëndrrën, shpresën dhe e ka shkatruar domethënë perspektivën evropiane dhe integrimin euroatlantik të Kosovës. Na ka dëmtuar raportet edhe me shqiptarët e Maqedonisë, edhe me Shqipërinë, edhe me shqiptarët e Preshevës, edhe me Amerikën, edhe me Evropën, nuk di çka do të më bëjë tjetër Kosovës, vetëm që me nis edhe një luftë edhe me pas edhe vllazërasin Kosovë. Për këtë arsye unë jam agresiv në fojza me mjetet demokratike, unë mendoj se duhet edhe me votën lirë duhet largohet nga pushteti. Duke përfituar nga bisedat, lutem jep një mendim për kryeministin Rama, por më shumë dua edhe një fjali ose më saktë çfarë mendoni ju për situatën në Maqedoninë e Veriut dhe rolin e Albin Kurtit, ku do të dalë me këtë sjellje, duke qenë se ju e njihni situatën atje, se keni qenë edhe
pjesë e misionit diplomatik. Kam qenë shef i misionit diplomatik e ambasadës Kosovës në Shkup, dhe kur kam qenë unë ka qenë shumë më mirë situata, pse atëherë ishte BDI e Ali Ahmetit në pushtet, dhe ka qenë, unë jam befasu për të mirë. Dhe më thonë, ka qenë bishkrimit në gjuhën Shqipe, ka u përdorë lirisht gjuhën Shqipe, dhe më thonë, flamujt, dhe më thonë, gjithë shka ka qenë ndryshe. Tash, gjithë gjë me ardhjen, dhe më thonë, me largimin e BDI-s nga pushteti, ka ndryshu, po saqërisht me shkeljen në Shkup, dhe influencën e Albin Kurtit, i cili ka shkaktuar domon edhe përqarje, por i ka thelluar raportet edhe me Mickovskën edhe me nacional shovenistët e Maqedonisë, dhe kjo ka bërë një dëm të madh për shqiptarët e Maqedonisë. Unë mendoj për këtë arsye, unë s'kam asgjë personale me Albin Kurtin. Kur në jetë nuk kam pi kafe dhe kur në jetë nuk do të pi kafe. Dhe më thonë, me dy persona në Kosovë kur njëtë s'kam pi kafe dhe kur njëtë nuk do të pi kafe, ata janë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Ata e din pse, e di dhone pse, e din edhe opinioni pse. Dhe më thonë, pa drejtësin që ma kanë bë këta, dhe më thonë, është e pa besueshme. Këta nuk duhet m'ja bë, po tham tash, nuk duhet mi trajtu në mënyrë barabartë, si qytetarët Kosovës nuk duhet mi bë asnjë padrejtësi, por nuk duhet edhe të isha konserv nuk vendosh me bë asnjë padrejtësi siç para kanë bërë ndaj meje. Mirë po ajo ja lëm kohës, unë jam dinjitoz, jam i pathyeshëm, jam vertikalisht qëndroj në çdo sfidë, në çdo situatë, e sa i përket Edi Ramës, Edi Rama pa marrë parasysh vështirësitë që i ka të brendshme, edhe për plasjet, për çështjet ndryshme, për prona, sepse ende nuk e nxjellën çështjet pronësore në Shqipëri si duhet, dhe më thonë fatkeqësisht ai po afron Shqipërinë, domethënë pas antarësimit NATO që ishte moment historik, po afron Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe atë moment kur Shqipëria bëhet anëtare 28 ose 29, çfarë do të bëhet, çfarë numri do të merr e Bashkimit Evropian, unë mendoj se Edi Rama ka bërë historinë e Shqipërisë. Ambasador, faleminderit shumë për mendimet që datë me publikun tonë për çështjet që trajtuam. Faleminderit shumë, respekt.